Imagjinoni këtë skenë. Fustani bardh, lulet e gatshme, ftuesi duke mbërritur, muzika duke u ngritur, dhe pastaj heshtje. Nusja ka ikur. Jo nga frika, jo nga dashuria për dikë tjetër, por nga diçka shumë më e errët, një sekret që kishte fjetur i varrosur për vite të tëra dhe u zgjua pikërisht atë mëngjes. Para se të fillojmë, dua të dini diçka. Historia e Jetmirës do t'ju lër pa fjalë, dhe ju kërkoj që në komente të shkruani, çfarë do të kishit bërë ju në vendin e saj? Do të kishit ikur apo do të kishit qëndruar? Shkruajeni poshtë, sepse mendimi juaj ka rëndësi. Tani, le të fillojmë. Dita kishte filluar si çdo ditë e madhe fillon, me një qetësi të rreme. Qielli mbi Prishtinë ishte i hapur, i kaltër, pa asnjë re. Lloji i qielli që nënat e tregojnë me gjisht dhe thon, "Shiko, edhe natyra të uron." Lloji i qielli që të bën të besosh se gjithçka do të shkojë mirë, se universi është rreshtuar në favorin tënd, se sot është dita jote. Jetmira u zgjua herët, shumë herët, para se të binte alarmi, para se nëna e saj të trokiste në derë, para se shtëpia të mbushej me zëra dhe lëvizje. Ai u zgjua dhe mbeti shtrirë për disa minuta, duke dëgjuar heshtjen e shtëpisë, duke ndjer peshën e jastëkut nën kokë, duke u munduar të qëndronte në atë momentin e fundit të normalitetit. Sot do të martohej. Fjalet kishin tingëlluar të çuditshme edhe kur I kishte thënë me zë të lartë natën e kaluar, vetëm para pasqyrës, duke provuar fustan. Sot do të martohej. Sot do të bëhej gruaja e Ardianit. Sot shtëpia e saj do të ndryshonte adresë, emri I saj do të fitonte një shtojës të re, dhe jeta që kishte njohur deri tani do të mbylleshe si një kapitull I vjetër hibri. Nuk ishte e friksuar, e paktën kështu I kishte thënë vetes. Ardiani ishte njeri I mirë, kjo ishte e vërteta e parë dhe më e qartë. Ishte burr me duar punëtore dhe zemër të hapur, njeri që qeshte me stomak dhe qante pa turp, njeri që I kujtonte ditëlindjet jo vetëm të saj, por edhe të kushërinjve të saj. Ishin njohur para disa vitesh përmes miqve të përbashkët, kishin dalë në kafene dhe kishin folur deri në mëngjes, dhe Jetmira kishte kuptuar atë natë se ky ishte lloji I njeriut për cilin po priste pa e ditur. Dasma kishte ardhur natyrshëm, si gjërat e mira që nuk I planifikon plotësisht, por ndodhin gjithsesi. Shtëpia filloi të zgjohej rreth saj. Dëgjoi zërin e nënës duke folur me celular, probablisht me ndonjë të afërmin, duke konfirmuar oraret. Dëgjoi të motrën e vogël Valbonën duke vrapuar nëpër korridor, të entuziazmuar sikur ishte dasma e saj. Dëgjoi erën e kafens duke u ngritur nga kuzhina, atë erë që e lidhte ngushtë me fëmijërinë, me mëngjesit e ngadalta, me nënën e ulur pranë dritares. Jetmira u zgjua, vuri këmbët në dysheme dhe ndau perdelet. Qyteti po zgjohej. Rrugët ishin akoma gjysmë bosh, por diku larg dëgjohej zëri I makinave, zëri I jetës duke filluar rrotullimin e saj të përditshëm. Ajo mbeti ca sekonda pranë dritares, duke shikuar jashtë, duke menduar pa menduar asgjë të veçantë. Pastaj nëna e saj hyri. Fatime kishte 50 e ca vjet dhe duke I 10 vjet më e re kur qeshte, dhe 10 vjet më e vjetër kur shqetësohej. Sot, mëngjezi I dasmës, dukej të dyja gjërat njëkohësisht. Buzëqeshja e gjerë dhe syt pak të lodhur nga shqetësimi I natës. "Vajz, u zgjove," tha ajo, dhe zëri I saj kishte atë ngrohtësi specifike të nënave që flasin me fëmijët e tyre të rritur, sikur ende janë të vegjël. "U zgjova," tha Jetmira, dhe ato dy fjalë mbartnin më shumë se kuptimi I tyre literal. Nëna e përqafoi pa fjalë. Ishte lloji I përqafimit që flet vet, I gjatë, I ngushtë, pak I dhimbshëm. Lloji I përqafimit që thon, "Të dua dhe do të mungosh, dhe je gati, të gjitha njëkohësisht." "Do të jetë bukur," tha Fatime kur u ndan, duke I fshirë syt me fundin e bluzës. "Di," tha Jetmira, "di që do të jetë bukur." Saloni u mbush shpejt. Kozmetikantja, Rozafa, erdhi e para me çantën e madhe të lëkurës plot me ngjyra dhe furça dhe flakone të vogla që e rotonin si kopshte. Pastaj erdhi stilistja e flokëve, Arta, e cila punonte me shpejtësi dhe precizion të kirurgut. Pastaj erdhi Hall Xhevahiria, motra e nënës, e cila kishte mendimin e vet për gjithçka dhe nuk e mbante atë mendim vetëm për vete. Dhe Valbona, e cila sa lante pjata sa fotografonte me celular duke thënë, "Kjo do në Instagram, kjo po ashtu, o zot edhe kjo." Shtëpia u mbush me zëra femrash, me muzikë të butë nga ndonjë altoparlant, me erën e parfumit dhe të korolave, me atë ngrohtësi specifike të ditëve të mëdha kur gjithkush është I lumtur, por askush nuk ka kohë të ulet. Jetmira u ul në karrigen e madhe pranë dritares, ku Rozafa kishte instaluar ndriçimin e saj, dhe u dorëzua në duart e profesionistëve. Mblumte syt kur I thoshte, hapte gojën kur I thoshte, kthente kokën majtas e djaftas kur I thoshte. Dhe mendoi për Ardianin. Ku ishte ai tani?
probabilisht në shtëpinë e tij me burrat, me teatin Skënderin dhe vëllain Flamurin, me shokët e ngushtë. Probabilisht edhe ai ulej ndërkohë që dikush i rregullonte kravatën apo xhaketën, edhe ai dëgjonte këshilla dhe zëra dhe muzikë, edhe ai ndjente atë përzierje të çuditshme të gëzimit dhe nervozizmit. Deshti ti dërgonte mesazh. Pastaj kujtoi se dikush i kishte thënë se sjell fat të keq të komunikosh me dhëndrin ditën e dasmës para se ta shohësh. Prostata e vjetër e dinte, por gjithsesi nuk dërgoi mesazh. Qetësou, i tha Rozafa duke i vënë gishtin nën mjekër. Muskujt e fytyrës relaksoi. Po mundohem, tha Jetmira. Ke nervoza? Jo, nuk di, ndoshta pak. Rozafa buzëqeshi. Kishte parë qindra nuse në karrigen e saj dhe njihte çdo lloj nervoze. Normalja është të kesh nervoza, çuditërisht do të ishte të mos kishe. Ora ishte rreth 10:30 kur telefoni i Jetmirës vibroi. Ajo e kishte vendosur telefonin mbi tavolinë pranë saj, ekrani poshtë, sepse Arta i kishte thënë të mos e shikonte shumë. Jo sot. Sot je tu bërnuse, jo tu marr me telefon. Por vibrimi e bëri të kthej kokën instinktivisht. E mori, shikoi ekranin. Ishte numri i panjohur. Normalisht nuk do të kishte përgjigjur. Ditën e dasmës, me gjysmë fytyrë të bërë dhe flokët ende në procesin e shndrimit, me 10 njerëz rreth vetes, normalisht do ta kishte lënë të bien. Por diçka e bëri të shtyp prano. Alo? Tha ajo. Heshtje, pastaj frymmarrje, pastaj një zë themre, i qetë, shumë i qetë, lloji i qetësisë që vjen jo nga paqja, por nga vendosmëria. A je ti Jetmira? Po, unë jam, kush jeni? Pauzë shkurtër. Emrin tim nuk ka rëndësi tani. Rëndësi ka ajo që kam për të treguar. A mund të flasësh lirisht? Jetmira shikoi rreth vetes. Rozafa po rregullonte diçka në çantën e saj. Arta po fliste me Valbomën. Hall Xhevahirja kishte dalë në kuzhinë. Jo plotësisht, tha Jetmira me zë të ulët. Pse, kush jeni? Jam dikush që di gjëra rreth familjes Berisha, rreth familjes ku po shkon të martohesh sot. Zemra e Jetmirës u ngjeshtë pakës. Berisha ishte mbiemri i Ardianit. Kush mund të ishte kjo grua? Ishe dashura e tij? Ndonjë armike e familjes? Ndonjë... Nuk di çfarë mendoni se dini, tha ajo me kujdes, duke u munduar të tingëllonte normale, por sot nuk është dita e duhur për... Sot është dita e vetme, e ndërpreu gruaja, dhe tani zëri i saj kishte diçka të ndryshme, jo kërcënim, por urgjencë, lloji i urgjencës që tingëllon si dhembje e fshehur. Nëse nuk flet me mua sot, para dasmës, pastaj do të jetë tepër vonë dhe do ta di shumë shpejt pse po të them kështu. Jetmira doli në balkon. Kishte gjetur shkas, po dal pak, dua pak ajër, dhe ishte larguar nga dhoma pa ngjallur dyshim të madh. Valbona e kishte parë me sy të ngushtuar, por nuk kishte thënë gjë. Nëna ishte ende në kuzhinë. Jashtë, qyteti vibronin me aktivitetin e mëngjesit. Rrugët nën balkon ishin gjallëruese, makinat kalonin, njerëzit ecnin, jeta normale e një dite normale. Vetëm Jetmira nuk jetonte ditë normale sot. Tani mund të flas, tha ajo në telefon, duke mbajtur zërin të ulët megjithse askush nuk dëgjonte. Por dua të di kush jeni. Do ta kuptosh gjithçka, tha gruaja, por para se të filloj, dua të të pyes diçka. Ardiani, të ka treguar ndonjëherë për vëllain e tij të madh? Jo Flamurin, vëllain tjetër. Jetmira u ngri. Flamuri ishte vëllai vetëm i Ardianit. Kjo ishte diçka që dinte me siguri. Ardiani e kishte thënë qartë, kishin folur për familjet e tyre qindra herë. 2 fëmijë kishte familja Berisha, Ardiani dhe Flamuri, 2 djemt e Skënderit dhe Margaritës. Ardiani nuk ka vëlla tjetër, ka vetëm Flamurin. Heshtje në anën tjetër. E gjatë, e randë. Kjo, tha gruaja në fund, është gënjeshtra e parë. Emri i gruas ishte Drita. Kjo e zbulua pak minuta më vonë, pasi Jetmira e kishte pyetur 3 herë dhe ajo kishte hezituar 3 herë. Jo emri plot, vetëm Drita. Por kjo ishte mjaft për t'i dhënë historisë një fytyrë, makare dhe imagjinare. Drita fliste ngadalë dhe me kujdes, si dikush që ka menduar çdo fjalë para se ta thotë, si dikush që ka pritur shumë kohë për këtë bisedë dhe nuk dëshiron të bëjë gabime. Historia që tregoi ishte kjo. Familja Berisha kishte pasur 3 djem, jo 2. I madhi quhej Liridon, kishte lindur para Ardianit dhe Flamurit, kishte qenë i pari, i dashuri i shtëpisë, kryelartësia e babait Skënder. Liridon kishte qenë djalë i shkëlqyer, sipas Dritës, i zgjuar, punëtor, me zemër të madhe.
por kishte ndodhur diçka e madhe dhe errët, diçka që familja Berisha e kishte varrosur thellë, diçka për të cilën kishin vendosur të mos fliste kurrë askush. Liridon kishte zhdukur, jo vdekur, zhdukur. Kishte ikur nga shtëpia një herë mirë, kishte prerë çdo kontakt, kishte fshirë veten nga historia e familjes, sikur të mos kishte ekzistuar kurrë. Dhe familja kishte lejuar këtë fshirje, kishin lehtësuar procesin, kishin ushqyer harresën, kishin vendosur ta trajtojnë si të vdekur edhe pse ishte gjallë. Pse? Pyeti Jetmira. Zëri i saj doli më i ngurtë nga sa kishte dashur. Sepse Liridon kishte zbuluar diçka, tha Drita. Diçka rreth babait të tyre, rreth Skënderit. Jetmira nuk mund ta lëshonte telefonin. Dinte se duhet të kthehej brenda. Rozafa e priste, Arta e priste, nëna e priste, mbar dita e priste. Kishte orare, kishte njerëz, kishte një dasëm që lëvizte si makinë e madhe dhe nuk ndalonte për asgjë. Por nuk mund ta lëshonte telefonin. Çfarë zbuloi? Pyeti ajo. Drita mori frym thellë. Para se të tregoj, dua të pyes diçka tjetër. Sa e njoh Skënderin, baban e Ardianit? Jetmira mendoi. E kishte takuar Skënderin disa herë, në darkë familjare, në vizita zyrtare, siç bëhej kur familjet bisedoheshin për martesë. Ishte burri i heshtur, rreth të 60-ave, me supe të gjëra dhe duar të mëdha. Fliste pak, por kur fliste, të gjithë dëgjonin. Kishte atë peshë specifike të njerëzve që kanë jetuar shumë dhe kanë parë shumë. E kishte çmuar, kishte menduar se ishte njeri i ndershëm, njeri tradicional në kuptimin e mirë të fjalës, burr që mban shtëpinë dhe e mban fjalën. E njoh pak, tha Jetmira. Pse? Sepse Skënderi nuk është njeriu që duket, tha Drita, dhe pastaj, ngadalë, filloi të tregoj. Historia e Skënder Berishaj, sipas Dritës, fillonte shumë vite më parë, kur ai ishte djalë i ri në një qytet të vogël në jug të Kosovës. Skënderi kishte ardhur nga një familje e varfër, djali i katërt i një fermeri me toka të pakta dhe fëmijë të shumtë. Kishte qenë ambicioz nga fëmijëria, lloji i ambicjes që lind jo nga dëshira për shkëlqim, por nga frika e varfërisë, nga vendosmëria për të mos jetuar ashtu siç kishin jetuar prindrit. Kishte studiuar me thonjë, kishte punuar çdo punë të mundshme, kishte kursyer çdo qindark. Në moshë të re, Skënderi kishte krijuar partneritet biznesi me një burr të quajtur Nexhat Krasniqi. Nexhati ishte nga familje e pasur, me kontakte të shumta, me njohuri të rrjeteve lokale. Bashk kishin filluar biznes ndërtimi, modestisht në fillim, me projekte të vogla, por shpejt kishin rritur gjithçka. Partneriteti kishte qenë fitimprues, shumë fitimprues, por pastaj, sipas Dritës, kishin ndodhur gjëra. Nexhati kishte filluar të dyshojte Skënderi, kishte menduar se partneri i tij po fshihte fitime, po manipulonte llogarit, po merrte më shumë nga sa i takonte. Dyshimet kishin çuar në grindje, grindjet në kërcënime. Dhe pastaj Nexhati kishte zhdukur. Zhdukur si çfarë? Pyetu Jetmira, zëri i saj tani një fije e hollë. Zhdukur, tha Drita, dhe kjo fjalë rëndoi në ajër. Njëjtë si zhduk pasuria kur nuk e pyet askush që ndodhi me të. Njëjtë si zhduk njeriu kur askush me pushtet nuk pyet ç'u bë. Heshtje. Ti po thua se Skënderi, Jetmira nuk mbaroi fjalinë. Po të tregoj çfarë zbuloi Liridoni, tha Drita. Pastaj vendos ti. Liridon Berisha kishte qenë 22 vjeç kur kishte gjetur dokumentet. Kishte qenë aksidentale, ose ndoshta jo aq aksidentale. Kishte qenë duke kërkuar në zyrën e babait të tij, duke kërkuar diçka tjetër, kur kishte rënë mbi sirtarin e kyçur që Skënderi mbante gjithmonë të mbyllur. Chelsea kishte qenë tek Margarita, nëna. E kishte gjetur në grumbullin e çelsave të vjetër që nëna mbante në një kuti metalike pranë shtratit. Kishte marrë Chelsin pa e pyetur, pa menduar se mund të gjente diçka shqetësuese. Kishte menduar se ndoshta gjente dokumentet e makinës apo ndonjë kontratë shtëpie. Brenda kishte gjetur letrat. Letrat ishin korrespondence vjetër, me Skënderit dhe burrave të ndryshëm, disa prej tyre emra të njohur lokal, disa emra krejtësisht të panjohur. Ishin shkruar me dorë, nuk ishin fotokopë. E-maile apo mesazhe elektronike, ishin letra fizike, të ruajtura me kujdes, të renditura sipas datave. Disa prej tyre flisnin hapur rreth Nexhat Krasniqit, flisnin rreth llogarive bankare, rreth transferimeve që i kishte bërë Skënderi pa dijeninë e partnerit, rreth shumave të mëdha që kishte fshehur.
por kjo nuk ishte pjesa më shqetësuese. Pjesa më shqetësuese ishte letra e fundit, e datuar pak javë para zhdukjes së Nexhatit. Letra kishte ardhur nga dikush me inicialet BK dhe kishte qenë e shkurtër. Kishte thënë me fjalë shumë të drejtë për drejta se problemi do të zgjidhet dhe se Skënderi nuk do të ketë arsye të shqetësohet më. Dhe Nexhati kishte zhdukur. Ky është spekulim, tha Jetmira. Zëri i saj nuk tingëllonte bindës as për veten e saj. Di që do të thuash kështu, tha Drita. Edhe Liridon kishte thënë kështu në fillim. Po si di ti gjithë këto? Kush je ti? Pauze gjatë. Jam gruaja e Liridoni, tha Drita. Heshtja që pasoi ishte e ngjashme me llojin e heshtjes që mbretëron pas zhurmës së madhe, kur vesët nuk kanë mbaruar akoma të përpunojnë çfarë dëgjuan. Jetmira u mbështet te muri i balkonit. Nën të qyteti vazhdonte pa u ndalur. Një makinë tutinte, dikush qeshte, një fëmijë i thirri nga dritarja e ndonjë shtëpie. Jeta normale duke shkuar përpara, indiferente ndaj çdo gjëje. Liridon është i gjallë, tha Jetmira. Është i gjallë, tha Drita. Jeton larg, ka shumë vite që nuk ka parë familjen, ka shumë vite që ka prerë çdo lidhje. Ku? Nuk ka rëndësi ku, rëndësi ka pse. Drita tregoi se kishte njohur Liridonin pas largimit të tij nga familja. Kishin dalur rastësisht, kishin ndërtuar jetë së bashku, kishin bashk djemt, por Liridoni kishte mbajtur gjithmonë atë plag të hapur, familjen e braktisur, vëllezërit e vegjël që nuk i kishte parë duke rritur, nënën e tij Margaritën. Por nuk kishte mund të kthehej, sepse nëse kthehej, do të duhej të bëhej thirrje për gjërat që dinte, dhe nëse bëhej thirrje, Skënderi do të... Çfarë? Tha Jetmira, dhe kuptoi se zëri i saj kishte ndryshuar. Tani nuk tingëllonte si nuse mëngjesin e dasmës, tingëllonte si dikush që po zbërthen diçka të rëndë. Liridon ka frikë nga babai i tij, tha Drita thjesht. Ka pasur gjithmonë, jo frikë banale, frikë reale, e bazuar në gjëra reale. Liridoni kishte treguar Dritës gjithçka shumë kohë pas njohjes, kur kishin vendosur të jetonin bashk. Kishte pritur të kishte siguri se mund ta besonte, se nuk do ta lënte vetëm me atë barr. Kur kishte gjetur letrat, Liridon nuk ishte shkuar me një herë te policia. Kishte bërë gabimin e madh të shkuar tek babai i tij. Skënderi kishte dëgjuar djalin e tij të madh, kishte dëgjuar me gjakftohtësinë e njeriu të mësuar me krizat, me aftësinë e dikujt që ka shpenzuar jetën duke menaxhuar situata të komplikuara. Pastaj kishte thënë: "Ku i gjete ato letra?" Dhe Liridon kishte kuptuar se kishte bërë gabim. Skënderi nuk kishte bërtitur, nuk kishte kërcenuar me fjalë të drejtë për drejta, kishte qenë shumë i qetë, tepër i qetë. Kishte marrë letrat nga duart e djalit, i kishte vendosur me kujdes sërish në sirtar, kishte kyçur sirtarin dhe kishte vënë çelësin në xhep. Pastaj kishte thënë: "Gjërat e familjes mbeten në familje, Liridon." Ajo natë, Liridon kishte kaluar pa gjumë, kishte ndjerë diçka. Nuk kishte mundur ta emërtonte, por kishte qenë diçka si rrezik, si erë e preshur para stuhis. Javën e ardhshme, teksa Liridon kishte qenë duke planifikuar çfarë do të bënte, kishte ndodhur diçka e çuditshme. Disa shoqe të tij kishin filluar të marrin thirrje anonimi. Dikush i kishte thënë njërit prej tyre se Liridon kishte probleme me drogën, se kishte borxhe, se nuk ishte i besueshëm. Dikush tjetër kishte dëgjuar rrëfim tjetër, se Liridon kishte vjedhur para nga familja. Gënjeshtra kishin filluar të qarkullonin me shpejtësinë e dymit. Liridon kishte kuptuar se babai i tij po punonte, po ndërtonte narrativ, po e paraprinte humbjen e besueshmërisë para se djali i tij të mund të fliste me dikë të rëndësishëm. Dhe kur njëri prej shokëve të tij të ngushtë i kishte thënë: "Liridon, edhe policia ka dëgjuar diçka, thonë se ke pasur të ngatroj me njerëz të keq." Liridon kishte kuptuar se ishte koha të ikte. Kishte ikur me 2 rroba, me pak para, me zemrën e thyer. Por pse po më tregon mua këtë tani? Pyeti Jetmira. Kjo ishte pyetja e vërtetë. Kjo ishte arsyeja e thirrjes. Dhe Drita kishte pritur këtë pyetje. Sepse Ardiani nuk di, tha ajo. Ardiani është i vogël, ishte shumë i vogël kur ndodhi gjithçka. Ai ka rritur me versionin e familjes, se vllai i madh ishte problematik, se kishte veskej, se kishin bërë çmos për ta ndihmuar, por ai kishte refuzuar. Ardiani beson atë version sepse është i vetmi version që ka dëgjuar ndonjëherë. Por Skënderi di, vazhdoi Drita. Skënderi di gjithçka, dhe kur të martohesh sot, ti do të bëhesh pjesë e kësaj familje. Do të bëhesh pjesë e kësaj shtëpie me sekretet e saj, me të vërtetat e saj të fshehura.
Jetmira nuk tha asgjë. Liridon ka shumë vite që dëshiron t'i tregoj vllait të tij, tha Drita, por ka pasur gjithmonë frikë, jo vetëm frikë për veten, frikë edhe për Ardianin. Nuk donte t'i shemte botën, por kur dëgjuam se Ardiani do të martohej, u mendua, kjo grua meriton të di. Kjo grua meriton të vendos vetë me informacion të plot. Kjo grua, tha Jetmira ngadalë, jam unë. Ti je, tha Drita. Keni prova? Pyeti Jetmira. Ishte pyetje praktike, pyetje e dikujt që nuk donte të rënohej nga histori pa bazë, nga rrëfimet të dikujt me qëllime të paqarta. Ishte pyetje e dikujt që donte të besonte, por nuk kishte arritur ende. Kemi, tha Drita. Letrat janë akoma. Liridoni ka mbajtur kopje. I fotografoi para se tikte, pasi I kishte kuptuar se Skënderi do t'i asgjësonte originalet. Ka gjithashtu dëshmi tjera, dokumentacione bankare, letra nga avokat, dëshmi të njerëzve që ishin aty. Kush ishte BK? Pyeti Jetmira. Personin me inicialet, kush ishte ai? Pauz. Nuk e dim me siguri, tha Drita. Liridon ka hipoteza, por nuk ka provë të drejtë për drejtë. Kjo është pjesa ku bëhet e ndërlikuar. Dhe Nexhati, çfarë ndodhi me të në fakt? Zyrtarisht, u largua nga vendi. Emigroi. Kjo është versioni zyrtar, por familja e Nexhatit, motra e tij, dy kushërinjtë e tij, nuk kanë dëgjuar kurrë prej tij. Kurrë. Pas largimit të tij të supozuar, heshtje totale. Njerëzit nuk largohen dhe zhduken kështu Jetmira. Emri I saj, I thënë prej kësaj gruaje të panjohur, tingëlloi çuditshëm intime. Jetmira shikoi orën. Ishin 20 minuta që fliste në balkon. Brenda pak, dikush do ta merrte me mend. A mund të takohemi? Tha ajo. Sot, para dasmës? Drita hezitoi. Është e mundur, por Jetmira, nuk dua të shtrëngoj. Nuk jam duke të thënë çfarë të bësh. Dua vetëm që të kesh informacion. Ti vendos. Ku jeni? Jam në Prishtinë. Erdha dje për këtë arsye. Zemra e Jetmirës ra rënd. Gruaja kishte ardhur posaçërisht. Kishte lënë shtëpinë, kishte udhëtuar, kishte pritur mëngjesi I dasmës. Kjo nuk ishte thjerrje impulsive. Kjo ishte vendim I menduar, I planifikuar. Jep më adresën, tha Jetmira. Kthimi brenda nga balkoni ishte si hyrja në botë tjetër. Dhoma vibronin me aktivitet. Rozafa kishte rikthyer punën, Arta kishte disa kunja flokësh mes dhëmbëve dhe po punonte me përqendrim. Valbona po filmonte çastet para dasmës, me intensitetin e dokumentaristit. Nëna kishte sirë kafe dhe kishte vendosur filxhanin pranë karriges, pa thënë gjë. Jetmira ul. Gjithçka mirë? Pyeti Rozafa, duke shikuar fytyrën e saj. Po, tha Jetmira. Ishte hall Xhevahiria. Gënjeshtra doli lehtë, shumë lehtë. Ky fakt I vogël I mashtrimit e shqetësoi më shumë nga sa kishte menduar, sepse nuk ishte gjynjyer kurrë, shumë, nuk ishte qenë lloji I njeriut që gjente lehtësi në mashtrim, por sot kishte gënjyer pa hezituar, dhe kjo I tregoi diçka rreth gjendjes së saj mendore. Ndërkohë që Rozafa vazhdonte punën dhe Arta rregullonte fijet e flokëve, Jetmira ndeti në heshtjen e brendshme të saj dhe mendoi. Çfarë dinte me siguri? Dinte se kishte marrë thirrje nga grua e panjohur. Dinte se kjo grua pretendonte të ishte gruaja e vëllait të panjohur të Ardianit. Dinte se historia e treguar ishte e rëndë, e errët, dhe nëse ishte e vërtet, ndryshonte gjithçka. Çfarë nuk dinte? Nuk dinte nëse Drita thoshte të vërtetën. Nuk dinte nëse Liridon ekzistonte në të vërtetë. Nuk dinte nëse gjithë kjo ishte diçka e konstruktuar, nga zilia, nga armiqësia, nga motive që nuk I kuptonte. Por kishte diçka, ndonjë sens I brendshëm, ndonjë zë I qetë në mes të gjithë zhurmave, që I thoshte, dëgjoja, shko dhe dëgjoja. Plani ishte I thjeshtë dhe I pamundur njëkohësisht. Dasma ishte planifikuar të fillonte në orën 4 të pasdites. Ceremonia fetare, pastaj pritja. Kishin disa orë akoma. Nëse Jetmira largohej tani, me ndonjë justifikim, me ndonjë arsye, kishte kohë të takonte Dritën, të shikonte provat, të vendoste. Por si të largohej nga shtëpia e saj, mëngjesi I dasmës, me 10 njerëz rreth saj, pa ngjallur alarm? Mendoi shpejt. Nën, tha ajo pasi Fatime hyri sërish. A mund të shkosh të marrësh lulet nga floristja? Tha se do t'i dërgonte, por nuk ka marrë konfirmim dhe dua të jem e sigurt.
Fatime e shikoi. Mund të dërgojmë Valbonën? Jo, dua të shkosh ti. Floristja të njeh ty, ndaj do të trajtoj me kujdes. Pastaj shtoi, më qetë. Dhe dua pak kohë vetëm, nën. 10 minuta vetëm, para gjithë gjërave të më tha. Fatime e kuptoi atë arsye të dytë. E kuptoi dhe buzëqeshi me atë buzëqeshje specifike të nënave, kur fëmijët e tyre u kujtonin se janë akoma njerëz me botë të brendshme. Mirë, tha ajo. Marrë dhe Valbonën, ju jap 20 minuta. 20 minuta. Sa po u mbyllën dyert, Jetmira ngriti telefonin dhe thirri dritën. Nuk mund të dal, tha ajo. Nuk kam kohë të dal, por mund t'i dërgosh provat në telefon, fotografitë e letrave? Pauza e shkurtër. Po, dërgomi numrin si WhatsApp. Mesazhet filluan të vinin pas disa minutash. Ishin fotografi të letrave të vjetra, me dorëshkrim, pak të zverdhura, ndonjë cep i palosur. Letrat ishin të gjata, disa me faqe të tëra, shkruar me stilolaps të zi. Emrat ishin aty, Nexhat Krashnici i përmendur disa herë, shifra bankare, emra vendesh, referencë ndaj marrëveshjeve. Dhe letra e fundit me inicialet BK, e shkurtër, e ftohtë, e qartë. Çështja e Nexhatit është zgjidhur, mos u shqetëso. Nuk do të ketë zhurmë. Jetmira lexoi fjalin 3 herë. Nuk do të ketë zhurmë. Disa mesazhe të tjera pasuan. Dokument bankar me transferime. Fotografi e një artikulli të vjetër gazete ku përmendeshe zhdukja e Nexhat Krasniqit si çështje e hapur. Dhe, e fundit, fotografi e Liridoni me dritën dhe 2 fëmijë të vegjël. Familje e lumtur e zakonshme, me buzëqeshje reale. Liridon kishte sytë e Ardianit. Kjo ishte gjëja e parë që i ra ndërmend Jetmirës kur pa foton. Sytë, ngjyra e tyre, forma e tyre, mënyra si qeshte njeriu me ato sy. Identik me sytë e Ardianit. Nuk mund të ishte rastësi. Nuk mund të ishte kompozim. Liridon Berisha ekzistonte. Rozafa dhe Arta u kthyen dhe vazhduan punën e tyre me profesionalizëm, pa ditur asgjë. Nëna dhe Valbona u kthyen me lulet, 2 buqeta të mëdha me trëndafila të bardhë dhe lule të tjera të bardha, si re të vogla të mbajtura me duar. Bukur janë, apo jo? Tha Valbona, duke i vënë para Jetmirës. Shumë bukur, tha Jetmira. Dhe ishte e vërtet, ishin shumë bukur, por ndërkohë që i shikonte, ajo mendonte rreth Nexhat Krasniqit dhe rreth letrës me inicialet BK, dhe rreth sytë të Liridonit që ishin njëjtë si sytë e Ardianit. Orët kaluan. Ora 11, pastaj 12, pastaj 1. Fustani u vendos me kujdes, me shumë duar duke ndihmuar, me pasqyren e madhe duke reflektuar imazhin e Jetmirës, nuse e veshur, e zbukuruar, e gatshme nga pamja e jashtme. Por brenda, çdo minutë, vendimi po kristalizohej. Nuk mund të shkonte te tasma pa folur me Ardianin. Kjo ishte e qartë. Ajo e donte Ardianin. E donte me të vërtetë, me atë dashuri të matur që vjen nga njohja reale, jo nga fantazi. Por si ta donte plotësisht njeriu pa e ditur nëse ai jetonte mbi gënjeshtra? Si të ndërtonte jetë mbi themel nëse themelet fshihnin diçka kaq të rëndë? Dhe nëse i tregonte Ardianit, çfarë do të ndodhte? Si do të reagonte ai kur të zbulonte se kishte vëlla të cilin ja kishin fshehur? Kur të kuptonte se historia e familjes së tij kishte vrima të mëdha të errta? Ora 2:30. Gjysmore para se makina martesore të nisej drejt sallës. Jetmira ishte e vetme në dhomën e saj për herë të parë prej orësh. Kishte kërkuar 5 minuta vetëm për t'u qetësuar, dhe të gjithë e kishin kuptuar si nerva normale të nuses. Vendosi. Jo ta zhvillonte dasmën pa ditur. Jo ta fillonte martesën me këtë peshë sekrete mbi shpirt. Jo ta tradhtonte Ardianin duke heshtur, sepse heshtja ndaj tij, mosnjenia e tregimit, do t'i ishte formë mashtrimi. Por as ti ikte pa fjalë. Kjo do t'i ishte dhimbje e panevojshme, kaos e panevojshme. Do t'i tregonte Ardianit, tani, para dasmës. Do të shkonte te ai dhe do t'i tregonte gjithçka. Pastaj do të vendosnin bashk. Mori telefonin dhe thirrri Ardianin. Ardiani u përgjigj pas 2 zigjeve. Zëri i tij kishte atë ngrohtësi të zakonshme, por nën të dëgjohej edhe ai. Nervoza e mëngjesit, gëzimi i tij specifik kur bëhej pak kaba për ta fshehur emocionin. Jetmir, çfarë bën? Nuk duhet flasësh me mua tani, sjellin fatin keq. Ardian, e ndërpreu ajo, dhe diçka në zërin e saj e ndaloi menjëherë. Duhet flas me ty, para dasmës, tani. Heshtje. Pastaj, çfarë ndodhi? Ke dëgjuar ndonjëherë emrin Liridon? Tha ajo.
Heshtja që pasoi ishte e ndryshme nga heshtimet e tjera të asaj dite. Ishte e gjatë, ishte e rëndë, ishte lloji i heshtjes që lind kur dikush dëgjon diçka që nuk e priste, diçka për të cilën nuk ishte gati. Ku e dëgjove atë emër? Tha Ardiani në fund. Zëri i tij kishte ndryshuar. Zemra e Jetmirës ra. Pra e njerë? Pauza tjetër. Jetmir, ku jeni tani? Jam në dhomë vetëm. Ardian, ky emër ka rënë fi për ty? Ndikon? Jo tani në telefon, tha ai ngadalë. Jo tani. Shpejt, para dasmës. Mund të takohemi? Mund të kaloj 5 minuta? Ishte gjë e pa shembullt. Dhëndri dhe nusja të takoheshin vetëm para dasmës, pa dëshmitar, pa ceremoninë e shikimit të parë. Ishte shkelje e gjithë protokolleve. Por Jetmira nuk kishte interes për protokollet. Ata u takuan jashtë, në oborin e një ndërtese fqinje, i qetë dhe gjysmë i zbrazët, pak minuta larg shtëpisë së Jetmirës. Ardiani kishte ardhur i veshur, frak, kravata, flokët e rregulluar dhe dukej saktësisht si dhëndri që duhet të ishte, me përjashtimin e fytyrës. Fytyra e tij tregonte diçka tjetër. Kur e pa Jetmirën, nusja e tij e veshur me fustan të bardhë, me luljet ende të mbajtura në duar, diçka kaloi nëpër sytë e tij. Dashuri, patjetër, por edhe diçka tjetër. Diçka si frikë. Liridon, tha Ardiani para se Jetmira të hapte gojen. E di çka po pyet. Pra, ekziston, tha ajo. Ai u mbështet te muri, ktheu kokën pak e anash dhe për disa sekonda nuk tha gjë. Pastaj, po, ekziston. Është vëllai im i madh. Fjalë të thjeshta, njohje e thjeshtë, por mbartnin pesha të mëdha. Ardiali tregoi versionin e tij. Kishte qenë shumë i vogël, gati fëmijë, kur Liridon kishte ikur. Kujtonte ndonjë fragment, baba Skënderi duke ulur zërin kur fliste me dikën në telefon, nëna Margarita duke qari natën, atmosferë shtëpie që kishte ndryshuar pa pritur, pa e kuptuar pse. Pastaj i kishin thënë se Liridon kishte probleme dhe kishte larguar. Kishte zgjedhur rrugën e tij. Kishin thënë se kishin bërë çmos për ta ndihmuar. Familja kurrë nuk fliste hapur për të. Emri i tij ishte si plagë e vjetër që nuk duhet prekur. Me vite, Ardiani kishte pranuar versionin. Jo sepse e kishte besuar plotësisht, por sepse nuk kishte pasur alternativë. Çfarë mund të bënte fëmijë me informacion të pamjaftueshëm dhe heshtje të madhe rreth tij? Por kishte pasur momentin. Kishte qenë para pak vitesh. Ardiani kishte gjetur rastësisht mes letrave të vjetra të nënës fotografi të fëmijërisë ku dukeshin të tre vëllezërit. Kishte qenë fotografi e bukur, Liridon i madh, Ardiani i vogël, Flamuri edhe më i vogël, të tre duke qeshur në ndjell. Kishte marrë foton dhe kishte shkuar te babai i tij. Çfarë ndodhi me Liridon? Kishte pyetur. Dhe Skënderi kishte shikuar foton, kishte shikuar djalin e tij dhe kishte thënë: Liridon bëri zgjedhje të keqe. Familja nuk mban peshën e zgjedhjeve të këqija. Asgjë tjetër. Derën e kishte mbyllur atje. Tani Ardiani e shikoi Jetmirën dhe pyeti: Si e dieti? Ajo i tregoi gjithçka, thirrjen e mëngjesit, dritën, historinë, provat. Ardiani dëgjoi pa e ndërprer, me sytë fikse mbi të, me nofullën e shtrënguar ngadalë me çdo detaj të ri. Kur mbaroi, heshtja ishte fizike, mund ta ndije si peshë. Besoni? Tha Ardiani në fund. Provat, i besoni? I shikova, tha Jetmira, letra, dorëshkrimi, dokumentet, nuk mund të them me 100%, por janë bindse. Ardian, drita ka sjell edhe fotografi të Liridoni, ka sytë e tu. Diçka i eci në përfytyrë Ardianit, dhembje e shpejt, e papërmbajtshme, pastaj e kontrolluar sërish. Çfarë doni të bëjmë? Pyeti ai. Dhe kjo pyetje, çfarë doni, e preku Jetmirën thellë. Jo çfarë duhet bërë, apo çfarë mendoni ju, por çfarë doni, si të barabartë, si partner. Dua të dim të vërtetën, tha ajo, para se të bëjmë ndonjë gjë tjetër. Por kishte edhe diçka tjetër që Ardiani duhet të tregonte, diçka që e kishte mbajtur vetëm, diçka për të cilën nuk i kishte folur as Jetmirës. E kishte parë vetë, jo Liridoni, por gjurmë të tij. Disa muaj para dasmës, Ardiani kishte qenë duke punuar me kompjuterin e shtëpisë, kompjuteri i vjetër i familjes, i mbajtur në dhomën e punës së babait, rrallë herë i përdorur. Kishte pasur nevojë për ndonjë dokument të vjetër. Kishte gjetur, aksidentale, dosje të fshehur, jo me fjalë kalim, thjesht e vendosur në thellësi të thellësisë të skedarëve, emërtuar me kod numrash, jo me emër. Brenda kishte fotografi të Liridoni, të rritur, jo fëmijë. Liridoni me moshën e tashme, me familje rreth tij, duke qeshur. Fotografi të marra qartë pa dieninë e subjektit, nga larg, në përdritare, në rrugë.
si survejancë. Dikush kishte ndjekur Liridoni, dikush kishte dokumentuar jetën e tij, dhe ato fotografi ishin në kompjuterin e babait. Ardiani e kishte mbyllur dosjen, kishte mbyllur kompjuterin, kishte dal nga dhoma dhe nuk ishte kthyer. Kishte menduar se ndoshta gaboi, se ndoshta kishte keq kuptuar, se ndoshta kishte shpjegim, por shpjegim nuk kishte gjetur. Dhe dasmësi kishte afruar, dhe ai kishte vendosur të mos mendonte, të mos çela të derë derisa të mos ishte gati. Tani Jetmira ja kishte hapur derën nga ana tjetër. Ata stën krah njëri tjetrit në atë obor, dy njerëz të veshur për dasëm duke mbajtur sekrete të mëdha. Afër tyre, jeta e dasmës rrëmbëhej. Dëgjoheshin zëra larg, muzikë e çelur ndonjë kund, zhurma e njerëzve duke u tubuar. Ardian, tha Jetmira nga bal. Fotografi të survejancës. Babai yt ka fotografuar vëllain tënd. Kjo do të thotë se e di ku është. Ka gjithmonë ditur. Ardiani ngriti kokën. Sytë e tij, ato sy që Jetmira i kishte parë më herët në foton e Liridoni, treguan diçka komplekse, zemërim dhe dhembje, dhe konfuzion, dhe poshtë gjithë atyre, dashurinë e dikujt që ka munduar të qëndrojë besnik familjes, dhe tani po zbulonte se besnikëria i ishte drejtuar gabim. Di, tha ai, di çfarë do të thotë. Heshtje e gjatë. Nuk mund të shkojmë te dasma kështu, tha Ardiani, dhe kjo nuk ishte pyetje, ishte konstatim. Jo, ra dakord Jetmira. Ishte ora 3 kur Jetmira u kthye në shtëpi. Kishte akoma një orë para fillimit zyrtar. Makina do të vinte për të marrë nuse në orën 3:30. Kishin teknikisht kohë, por kohë ishte fjalë relative kur tashmë Jetmira dinte se nuk do të hynte në atë makinë. Jo mënyrën si ishte planifikuar, jo pas sqarim, jo pas zgjidhje. Kur hyri brenda, nëna ishte e para që e vuri re diçka. Nënat e vënë re gjithmonë, kanë radar të posaçëm për fëmijët e tyre, mund të dallojnë çdo ndryshim, çdo hap pak më të ngadalt, çdo shikim pak më të largët. Fatime e pa vajzën e saj duke hyrë dhe e diti menjëherë se diçka kishte ndryshuar. Çfarë ndodhi? Tha ajo me zë të ulët, duke u afruar. Nën, tha Jetmira, dhe zëri i saj ishte i qetë, shumë i qetë, lloji i qetësisë pas vendimit. Dua të flas me ty. Vetëm një dy. Fatime dëgjoi gjithçka. Ishte nënjë kishte mësuar të dëgjonte. Kishte kaluar shumë vite duke dëgjuar vajzat e saj, duke mësuar se fëmijët flasin kur ndihen të sigurt, e jo kur shtypesh. Dëgjoi historinë e dritës, historinë e Liridonit, historinë e Skënderit, historinë e fotografive të survejancës. Fytyra e saj kaloi nëpër disa faza: dyshim, pastaj shqetësim, pastaj diçka më shumë. Ardiani e di? Pyeti ajo. I tregova. Dhe çfarë tha? Tha se nuk mund të shkojmë të dasma kështu. Fatime mbeti e heshtur për një kohë të gjatë. Kishte menduar gjithçka. Jetmira e dinte se nëna e saj po kalkulonte, jo vetëm për të mirën e vajzës, jo vetëm për dasmën, por për gjithçka. Familjet, njerëzit e ftuar, turpin eventual, por mbi të gjitha, mbi çdo gjë tjetër, vajzën e saj. Vajzë, tha Fatime në fund, nëse ikën sot, do të jetë kaos, njerëzit do të flasin, do të ketë presion mbi ju të dy. Di, por nëse shkoni të dasma pas zgjidhur këtë, do të qani, vazhdoi nëna. Jo sot, ndoshta jo nesër, por do të qani, dhe unë nuk dua vajzën time të qaj, pse nuk kishte guxim të qëndronte te e vërteta. Jetmira e shikoi nënën e saj. Bëj çfarë zemra jote të thot, tha Fatime. Nëna është me ty. Çfarë do? Ishte ora 3:20. Makina do të vinte në 10 minuta. Jetmira shkroi mesazh për Ardianin. Nuk mund të dal sot. Nevojitet kohë. A jeni dakord? Përgjigja erdhi menjëherë. Jam dakord. Edhe unë nuk mund. Do të sqarojmë gjithçka. Fal. Dy shkronja të fundit. Fal. E bën Jetmirën të mbyllte syt për sekond. Pastaj bëri diçka që askush nuk e priste. Mori fustan e dasmës, e vendosi me kujdes mbi shtrat, vuri veten në rregull e thjesht dhe shkoi të ulej në dhomën e ndenjës. Kur Valbona hyri duke fërkuar duat dhe duke thënë, makina afron, je gati? Dhe pa motrën e saj të ulur, pa fustan, pa lule, me qetësinë e dikujt që ka vendosur, mbeti në mes të dhomës i hapur goja. Jeta, tha ajo, emri i vogël, ai me të cilin e kishte quajtur gjithmonë. Çfarë bëre? Ulesh,
tha Jetmira, do të të tregoj. Kaosi pasoi, si çdo kaos i vërtet, shumë shpejt. Makina erdhi, u dërgua mbrapsht. Telefoni i nënës u mbush me thirrje, nga të afërmit, nga organizatorja e dasmës, nga salla. Hall Xhevahiria hyri si stuhi, duke bërtitur pyetje pa pritur përgjigje. 2 kushërina erdhën nga dhoma ngjitur me sytë të hapura si pjatat. Dhe Jetmira mbeti e ulur, e qetë, me shpinë drejt, duke i lënë stuhit të kalonin rreth saj si ujë rreth gurit. Nëna Fatime bëri diçka të mahnitshme, u vendos para vajzës si mburoi. Nuk shpjegoi shumë, thjesht tha, Jetmira ka arsye, dhe pyetjet mund të presin. Dhe për Hall Xhevahiren që insistonte, Xhevahire, lëre vajzën të marrë frymë. Dhe ngadal, kaosi filloi të ulej. Skënderi Berisha mori vesh pas gjysmore. Nuk e mori vesh plotësisht. Mori vesh se dasma kishte problem, se nusja nuk ishte ardhur, se kishte konfuzion. Ardiani i kishte thënë pak, jo gjithçka, por mjaftueshëm, se kishte pyetje, se kishte gjëra që duheshin sqaruar. Skënderi erdhi vet. Kishte atë shtatësinë e tij, supet e gjëra, pamjen e njeriut që nuk i ka ndodhur shumë herë të sfidohet. Erdhi te shtëpia e Jetmirës, trokiti, hyri kur i hapën. E pa vajzën e të ardhures nuses të ulur në divan, me fustan normal, me qetësi çuditshme. "Çka ndodhur?" tha ai, dhe zëri kishte atë autoritetin të mësuar, atë tonin e dikujt të zakonshëm të jeti dëgjuar. "Ju jam faleminderit që erdhët", tha Jetmira. "Uluni, ju lutem." Skënderi e shikoi çuditshëm, nuk ishte mësuar të i thuhej uluni nga të rinjt, por ul. "Keni dëgjuar ndonjëherë emrin Drita?" pyeti Jetmira. "Asgjë, asnjë reagim i dukshëm." "Apo emrin Liridon?" vazhdoi. Dhe kësaj here, diçka. E vogël, e shpejt, me një herë kontrolluar. Por ishte aty. Musku i fytyrës që të kurret pak, sy që ngushtësohen për sekond, njeriu i mësuar të kontrollojë reagimet, por trupi që di të vërtetën. "Liridon është djali humbur", tha Skënderi. "Histori e vjetër, nuk ka lidhje me sot." "Ka lidhje", tha Jetmira. "Sepse Liridon nuk është i humbur. Ju e dini ku është. Keni fotografi." Heshtje totale. Ishte Ardiani e i që hyri pas babait të tij. Kishte ardhur, kishte pritur jashtë, dhe tani hyri. I veshur ende me frakun e dasmës, krevatës pak të lëshuar, me pamjen e dikujt që ka vendosur të mos pretendoj më. "Baba", tha ai. Dhe vetëm ky fjalë, baba, mbante gjithçka. Akuzën, dhembjen, dashurinë, zhgënjimin. Skënderi ktheu kokën ka djali. 2 burra të familjes Berisha duke u shikuar, me historinë e tyre të plot mes tyre. "Ardian", tha Skënderi, dhe zëri kishte ndryshuar pakës. Kishte zbutur, kishte humbur pak nga ajo forcë metalike. "Pse na tregove se vllai im ishte problematik?" tha Ardiani. "Pse na tregove se kishte zgjedhur rrugën e gabuar? Pse?" "Sepse", filloi Skënderi. "Jo", e ndërpreu Ardiani. Dhe ky ndërprerje ishte e re. Ardiani nuk kishte ndërprer kurrë babain e tij. "Sot jo. Sot dua të vërtetën. Gjithçka." Skënderi Berisha mbajti heshtje për disa minuta. Ishte heshtje e ndryshme nga ato të tjerat. Jo heshtja e kontrollit, jo heshtja e strategjisë. Ishte heshtja e njeriut të lodhur, njeriut që ka mbajtur peshë të madhe shumë kohë dhe ndjen për herë të parë mundësinë e lëshimit. Fytyra e tij është trënguar gjithmonë, e kontrolluar gjithmonë. Tregoi diçka njerëzore, diçka të brisht. Nexhati, filloi, ishte partner i mirë fillimisht, por pastaj filloi të bëj gjëra që nuk i dija, gjëra pas shpinës sime. Kishte kontakte me njerëz të keq, kishte filluar të marrë para nga projektet tona për qëllime që unë nuk i dija e nuk i miratoja. Jetmira dëgjoi pa lëvizur. "Kur e zbulova, bëm grindje", vazhdoi Skënderi. "Grindje shumë e madhe. Nexhati kërcënoi, tha se do të më shkatronte, do të tregonte gjëra rreth meje, gjëra të shtrembra, gjëra që nuk ishin të vërteta, por që do dukeshin bindse." Pauzë. Kishte njerëz rreth tij, njerëz të rrezikshëm. Jo unë i ftuar ata, ai i kishte.
dhe ata njerëz vendosën të vepronin pa pyetur mua. BK, Burim Kelmendi, ishte njëri prej tyre. Ai dërgoi letrën, ai veproi. Zëri i tij u bë më i ulët. Nuk e urdhërova, nuk e dija çfarë do të bënin. Por kur ndodhi, kur Nexhati zhduk, e kuptova dhe heshta, dhe kjo heshtje ka qenë barrja ime gjithë jetën. Dhoma mbeti e ngrirë. Kjo ishte rrëfimi i vërtet. Jo i plot, ndoshta jo gjithçka, por ishte diçka. Ishte njohje. Ishte njëri i madh, njëri i frikshëm, duke shpjeguar se kishte ditur dhe kishte heshtur. Dhe Liridon, tha Ardiani. Skënderi mbylli sytë. Liridon gjeti letrat. Erdhi me to. Isha i friksuar, jo nga djali im, por nga situata. Nëse Liridon fliste, nëse shkonte te policia apo te gazetarët, rrëzohej gjithçka. Jo vetëm familja, ju, shtëpia. Prandaj e dëbove, tha Ardiani. Zëri i tij ishte shumë i qetu. Nuk e dëbova, tha Skënderi. I thash të heshte. Ai nuk pranoi. Iku vet. Por ndoqe, tha Jetmira. Keni fotografi, survejancë. Skënderi e shikoi. Ishte e para herë që i fliste drejt për drejt. Doja të dija se ishte mirë. Ishte djali im. Por se nuk e that familjes, vazhdoi Jetmira. Ardiani nuk dinte. Flamuri nuk dinte. E ndat nga vëllezërit e tij. Skënderi nuk tha gjë. Pas largimit të Skënderit, ai ishte ngritur, kishte thënë se do të fliste me avokat, kishte lënë adresë dhe numër kontakti për çdo hetim eventual. Shtëpia kishte mbetur me njerëzit e saj. Fatime kishte nxjerr jashtë të gjithë të tjerët, Hall Xhevaheren, Kusherinat, Valbonën, duke thënë me autoritet, vajza ka nevojë për qetësi. Dhe për herë të parë gjatë gjithë ditës, shtëpia ishte bërë e heshtur. Ardiani dhe Jetmira mbetën të ulur, jo ball për ball, por krah njëri tjetrit, si dy njerëz pas tuhis. M'falni, tha Ardiani, ju fali për gjithçka. Nuk e faj, tha Jetmira. Kam faj për heshtjen, tha ai. Fotografit, kur i gjeta, duhet kisha folur. Me ty u kësht vetëm ndjenjë, është edhe vendim. Është zgjedhje e bërë çdo ditë, zgjedhje e vështirë ndonjëherë, zgjedhje që kërkon guxim. Ndjenja vjen dhe shkon, ngrihet dhe ulet, si çdo gjë njerëzore, por vendimi mbetet kur ndjenja lodhet. Kishte mësuar gjithashtu diçka rreth vetes, diçka që ndoshta kishte qenë gjithmonë aty, por nuk kishte gjetur mundësi ta shikonte, sa ajo ishte lloji i njeriut që nuk mund të jetonte me gjysmë të vërteta. Disa njerëz mund, jo nga dobësia, por nga një lloj ndryshëm force, nga aftësia e mosshqetësimit me të fshehurën, por Jetmira nuk ishte nga ata. Ajo duhet të dinte, duhet të shikonte thellë, duhet të qëndronte e ndershme me veten, edhe kur ishte e shtrenjtë. Kjo, kishte kuptuar, nuk ishte defekt, ishte ajo vetë. Kishte mësuar edhe diçka rreth Ardianit, diçka e bukur dhe e papritur. Kur e kishte njohur, e kishte dashur për gjërat e dukshme, butësinë e tij, gëzimin e tij, mënyrën si dëgjonte kur flisje, mënyrën si mbante premtimet. Ishin cilësi të rëndësishme, cilësi të vërteta. Por pas asaj dite, pas sproves, kishte zbuluar diçka tjetër. Ardiani kishte aftësinë e ndryshimit, kishte aftësinë të shikonte veten pa u fshehur, të pranonte gabimet pa u thyer, të ndërtonte sërish pa mohuar se kishte rënë. Kjo aftësi e rrallë, ishte gjëja që e bënte Jetmirën të sigurt se zgjedhja e saj kishte qenë e duhur. Jo se Ardiani ishte perfekt, por se Ardiani ishte i vërtet. Ishte natë vonë, shumë kohë pas gjithçkaje, por jo aq shumë sa gjurmët të kishin zbetur. Jetmira qëndronte pranë dritares, e njëjta dritare ku kishte qëndruar mëngjesin e asaj dite historike, e njëjta pamje e qytetit nën të, e njëjta errësirë e natës me dritat e ndezura që bënin yjet artificial në për rrugë. Ardiani flinte brenda, dëgjohej frymarrja e tij e rregullt, ajo ngrohtësie pranisë njerëzore në errësirë. Jetmira mendoi rreth atij mëngjesi, telefonin e panjohur, zërin e dritës, dilemën e heshtur bërë brenda sekondave. Mendoi sa lehtë do të kishte qenë të mos merrte atë telefon, sa lehtë do
Të kishte qenë të vazhdonte ditën e planifikuar, të hynte në makinë me fustan të bardh, të shkonte te salla, të bënte betimin. Sa lehtë do të kishte qenë të mos dinte. Por dia kishte ardhur, edhe dia, edhe kur dhemb, edhe kur trazon, edhe kur shkatron planin e gatshëm, është gjithmonë më e mirë se ignoranca e rehatshme, sepse ignoranca e rehatshme ka çmim, paguhet vonë zakonisht, paguhet me interes. Poshtë, qyteti bënte zhurmën e tij të natës, makinat e vonshme, ndonjë grup i ri duke qeshur diku, era e shtrirë mbi ndërtesat e fjetura. Jetmina mendoi për Nexhat Krasniqin, njëri që nuk e kishte njohur kurrë, njëri jehona e vdekjes apo zhdukjes së të cilit kishte mbërritur deri tek ajo në për gati 2 dekada. Mendoi për motrën e tij, për kushërinjt, njerëz që kishin pritur lajm dhe kurrë nuk kishin marrë. Mendoi nëse gjetja e pak të vërtetës kishte sjellë pak paqe, apo kishte vetëm rihapur plagën. Nuk kishte përgjigje. Disa gjëra nuk kanë përgjigje të kënaqshme. Por ky mendim e bëri të kuptonte diçka. Ajo nuk kishte vepruar atë ditë vetëm për veten e saj, nuk kishte vepruar vetëm për martesën e saj. Kishte vepruar pa e ditur, pa e planifikuar, si hallkë e zinxhirit të vogël të drejtësisë. Zinxhirëve të atill që ndriçojnë ngadalë me shumë duar të ndryshme, me shumë guxime të vogla nga njerëz të ndryshëm. Drita kishte qenë hallkë, Liridoni kishte qenë hallkë, tani edhe Jetmira. Ndoshta pasardhja e tyre do të shtonte hallkë tjetër. Ka pyetje të vjetra dhe të mira. Çfarë ndodh me njerëzit e mirë kur sistemi rreth tyre nuk është i mirë? Çfarë ndodh me Ardianin, djalit të mirë, rritur në familje me sekret, kur zbulon se shtëpia ku është rritur ka themel të thyeshëm? Përgjigjja nuk është dramatike. Nuk shkon dhe shkatron gjithçka. Nuk mohon familjen, nuk fshihet. Bën atë që bëjnë njerëzit e rritur me zemër. Mban të dyja njëkohësisht, mban dashurinë për babain, dashurinë komplekse, dhemshme, të ndërzyer me zhgënjim, dhe mban edhe drejtësinë, nevojën që të vërtetat të njihen. Nuk i lë ato dy gjëra njëra tjetrën të asgjësojnë, i mban të dyja, me vështirësi, ditë pas dite. Kjo është pjekuria, jo gëzimi ndonjëherë, por pjekuria. Çfarë ndodh me Liridoni, njëri i ikur, i kthyer, i plagosur por i gjallë? Kthehet ngadalë, jo si hero, jo si viktim, si njeri. Ndërton marrëdhënie sërish me vëllezërit, ngadalë me kujdes, me besim të fituar bit pas bit. Nuk kërkon falje publike. Babai kërkon vetëm njohje, vetëm ndodhi dhe nuk ishte e drejtë. Nganjëherë e merr atë njohje, nganjëherë jo. Jetën e ndërtuar me dritën e vazhdon, me punë, me fëmijë, me mëngjes të zakonshëm. Por tani me pak më pak peshë mbi shpatë, pak më shumë hapësirë për frymëmarrje. Çfarë ndodh me dritën, gruaja që thirri? Vazhdon të jetoj me ndërgjegjen e pastër. Kjo nuk është gjë e vogël. Ndërgjegja e pastër nuk do të thotë jetë pa vështirësi. Do të thotë që kur shtrihesh natën, nuk lufton me veten. Nuk pyet, duhej të flisja, sepse foli, sepse bëri atë që ishte e drejtë. Kjo vlen shumë. Çfarë ndodh me Fatimen, nënën? Vazhdon të jetoj me krenari të qetë. Jo krenari që bën zhurmë, krenari e brendshme, e diturisë se ka rritur njeri me karakter. Ndërkohë, ndihmon Valbonën me planet e saj, ndihmon fqinjet me gjëra të vogla, pi kafe çdo mëngjes pranë dritares. Jeton. Është traditë e vjetër e tregimtarëve të mirë, 5 minuta para se historia të mbyllet, të qëndrojnë pak, të ndalojnë ritmin, të lënë audiencën të marrë frymë, sepse fund i mirë nuk vjen me nxitim. Vjen si era e mëngjesit, ngadalë, nga drejtimi papritur. Prandaj, para se të mbyllim, le të qëndrojmë pak me Jetmirën. Jo në momentin dramatik, jo në sallën e dasmës që nuk u bë, jo në balkonin e asaj dite, jo në oborrin ku takoi Ardianin, por në ditë të zakonshme, disa muaj pas gjithçkaje. Jetmira është duke gatuar, diçka e thjesht, çaj, buk, djath. Radio luhet e ulët, drita hyri në për dritare, jo drita gruaja, por drita e mëngjesit, ajo dritë e artë dhe ngadalt që prek gjithçka me kujdes. Ardiani është i zgjuar, dëgjohet duke lëvizur në dhomë tjetër, dëgjohet zëri i tij i përgjumët duke thirrur, "A bëre kafe?" "Po," thëret Jetmira,
prit. Dhe në atë prit të thjesht, në atë zën normal, të ngrohtë, të mëngjesit të zakonshëm, është gjithçka. Është martesa e vërtet, është jeta e ndërtuar mbi të vërtet. Është ajo çfarë do të ishte humbur, sikur ajo të kishte heshtur, sikur të kishte shkuar te dasma pa ditur, sikur të kishte zgjedhur komoditetin e ignorancës ndaj vështirësisë së dijes. Aty është çlirimi, jo në momentin e madh, por në mëngjezet e vogla të ndërtuar mbi themel solid. Nusja kishte ikur 1 orë para dasmës. Askush nuk e kishte pritur. Askush nuk kishte kuptuar. Kishin shikuar fustan bosh mbi shtrat dhe kishin menduar tragjedi. Por nuk kishte qenë tragjedi. Kishte qenë guxim. Kishte qenë ajo sekunda e vogël kur telefoni vibron dhe dora ka 2 rrugë, ta lëshoj apo ta marr. Kishte qenë zëri i qetë brenda që thot dëgjoje. Kishte qenë vendimi i dhimbshëm mes komoditetit dhe së vërtetës. Historia e jetmirës nuk është histori e dashurisë që dështon, është histori e dashurisë që refuzon të ndërtohet mi gënjeshtër. Është histori e gruas që ka ditur, instinktivisht me thelbin e saj, se martesa e vërtet ka nevojë për dritë, jo për errësirë. Historia e Ardianit nuk është histori e njeriut që tradhtoi, është histori e njeriut që kishte mbyllur sytë dhe pastaj, kur dikush i hap sytë, kishte guxim të shikonte, me gjithë dhembjen, me gjithë konfuzionin, me gjithë çmimin. Historia e Liridonit nuk është histori e viktimës, është histori e njeriut që ka mbajtur të vërtetën si zjarr i vogël për vite, duke pritur momentin e duhur, duke besuar se momenti do të vinte. Historia e dritës nuk është histori e ndërhyrjes, është histori e gruas me ndërgjegje, grua që kuptoi se heshtja ka çmim, se ignoranca ka pasojë, se disa gjëra duhen thënë edhe kur është e vështirë. Dhe pastaj ka historia e madhe, ajo që mbërthen të gjitha, historia e familjes, me gjithë kompleksitetin e saj, me gjithë errësirat dhe dritat, me gjithë gabimet dhe ripajtimin, me gjithë dhembjet dhe shpresat. Familjet janë njësitë bazë të shoqërisë, kjo thuhet shpesh si klishe, por pas klishes është e vërteta. Familjet janë vendet ku mësojmë të duam dhe të mashtrohemi, të mbrojmë dhe të lëndohemi, të heshtim dhe të flasim. Janë laboratori i parë i karakterit ton. Dhe kur familjet mbajnë sekrete, kur zgjedhin heshtjen mbi të vërtetën, imazhin mbi ndershmërinë, sëmuren ngadalë, brenda. Sëmundja nuk shihet menjëherë, por rrjedh poshtë brezash si ujë i fshehur poshtë tokës, derisa njëherë del dhe laget gjithçka. Njëra mënyrë për ta ndalur është kjo, guximi i njërit njeri, dikujt si jetmira, dikujt si drita, që thot jo ndaj heshtjes, që thot e vërteta ka rëndësi, që thot edhe pse kosto është reale, nuk mund të vazhdoj pa ditur. Prandaj nusja kishte ikur, jo nga frika, jo nga mungesa e dashurisë, jo nga kapriço apo papjekuri, por sepse dinte, me atë dije të thellë që nuk ka nevojë për argument, se dasma e vërtet nuk fillon me gënjeshtra, se martesa e vërtet nuk ndërtohet mbi sekrete, se dashuria e vërtet meriton të vërtetën, të gjithën, jo pjesë. Dhe ajo e vërteta, edhe pse kishte ardhur me trazim dhe me dhembje, edhe pse kishte shembur planin e bërë dhe kishte krijuar kaos ku kishte qenë rregull, ajo e vërteta kishte bërë të mundur diçka shumë më të çmueshme se dasma e planifikuar. Kishte bërë të mundur martesën e vërtet. Edhe tani ju që e keni ndjekur këtë histori deri në fund, ju kërkoj të mendoni. Çfarë do të kishit bërë ju? Kur telefoni vibron dhe ekrani tregon numër të panjohur mëngjesin e ngjarjes më të madhe të jetës suaj, do ta merrnit? Do të dëgjonit? Do të kishit guxim të pyesnit edhe kur përgjigjet mund t'ju kushtonin gjithçka? Edhe nëse dikur jeni në pozitën e dritës, keni diçka për të thënë, diçka që dikush tjetër meriton ta di. Do të telefononi? Do të rrezikoni mosmirnjohjen, dyshimin, kaosin, apo do të heshtnit, sepse heshtja është e lehtë? Shkruani poshtë në komente. Mendimi juaj ka rëndësi, sepse historia e jetmirës nuk është vetëm e saj, është histori e çdo njeriu që ka qëndruar ndonjëherë para vendimit të vështirë dhe ka pyetur veten: a mund të jetoj me heshtjen apo duhet të flas? Nëse kjo histori ju preku, nëse ndjeni diçka duke e dëgjuar, ndajeni me dikë që njeh, sepse disa histori janë bërë për t'u ndarë, dhe mos harroni të shtypni subscribe, sepse çdo javë sjellim histori si kjo, histori njerësore, të vërteta në shpirt, të forta në zemër. Faleminderit që ishit këtu deri në fund.